Dëgjos dashur, jemi kthyer tashmë në pjesën e dytë dhe siç thashë në pjesë parë kam një të ftuar që do të diskutojmë në tërësi për futbollin kosovar, në veçantë për Superligën e Kosovës në futboll, ku tashmë janë zhvilluar disa prej gjerove dhe kemi parë pak a shumë edhe ndeshje interesante, por edhe rezultate pak a shumë si befasuese në rast se mund t'i cilësojmë edhe ashtu. Kështu që prezant e kam trenerin Tahir Lushtoku. Trener, mirë se erdhe dhe ju bashkove tash me facilitet sportive, por në një ndryshim studio, ndryshe nga hera e kaluar. Mirë se vëgjoj, faleminderit për ftesën edhe ju përgëzoj për këto ndryshime që i keni vallë, besoj që edhe puna ju ashtu si të keni qef. Trener, për ndohë këto ndryshime në studio, po e bojnë një farlej ndryshime dhe në Superligë, është e njëjta. Po realisht, ndoshta mund tjetë edhe aja, dhe Superliga ka njëherë ka befasi, ka njëherë ka ndryshime pozitive, por mbi të gjitha është fillimi dhe të shohim se që do të ndodhë domosdoshmë mas disa gjiro që do të zhvillohet. Trener, deri tash se ke pa Superligën, në vend që ati në ndalim pak a shumë tek skuadra e cila është kampione në fakt aktuale, por që çuditërisht deri më tash në Superligë nuk është se po shfaq rezultate, por as ndeshje thuaj se si herave të tjera. Në deri tashme në 6 gjiro të zhvilluar ka vetëm një fitore. Fakt futbolli e Superliga po flasë për fillim përgjithësi, ndoshta kemi prit një rivalitet më të madh, pavarësisht që janë vetëm 6 gjiro, por siç duket disa skuadra po kanë probleme domosdoshmë këtë fillim të kampionatit, edhe është për çudi domosdoshmë kur e shohim një dritë me këto vështirësi apo me këto rezultate që i ka ju të mira sa i përket këtyre 6 gjiro. Ndoshta ata mund të ankohen në ato se janë në gara evropiane, por për mendimin tem nuk është ky në arsyetim që duhet me vlej, sepse një skuadër si është drita dhe mo e dim të gjithë kvalitetin, një skuadër që është jashtëzakonisht mirë organizuar, një skuadër që është financiarisht ndoshta nivelin më të lartë se këtë gjitha skuadra tjera, por nga njëherë futbolli nuk ec ashtu siç e mendon, edhe ndoshta e dim që ka bërë disa përforcime që për mendimin tim është një ndër skuadrat, e kum thonë edhe në disa studia tjera që është një prej skuadrave që mendoj që është skuadër që mundet ta mbrojë titullin në bazë të kvalitetit edhe të gjitha atyne që i falëm që i ka si klub, por mbi të gjitha po shihet që diçka nuk është ka shkon, ku është problemi, ndoshta ata e din më mirë mrena skuadrës, apo ndoshta janë vetëm pa 6 gjiro, sepse kur ti humb si vendas edhe shkon në kundër një Drenice, që tash më u inkuadru në Superligë edhe shkon në ndeshje të vështirë në Malisheve, fiton me shumë vështirësi, dhe ndërsa po ndeshja me Ballkanin të humbësh 2-0 nga një rival i drejt përdrejt që ndoshta është një prej rivalve më i rrezikshëm domosdoshmë i përket vetë titullit kampionit që deri në fund kanë me luftu, mendoj që janë 3-4 skuadra, përjashtu Prishtinën, ndoshta edhe Dugazhini është një skuadër që për mendimin tim është si vjet apo në këtë kampionat do të jetë befasi në bazë të asaj që apo shohëm. Për shka do të jetë befasi, trener, se Ismet Munishi ka thonë a është mo Dugazhini befasi? Dhe më thonë, më një farë lloj fjale ka thonë që nuk jemi befasi, po jemi të thamë në atë kuptimin bazë të
në bazë të situatës edhe në bazë të klubit që dim që financiarisht nuk është që ka shumë financa krahasimisht me ekipet tjera, po. Edhe nuk ka fond mjaftueshëm apo fond futbollista kvalitativ që paguan shumë shtrejt sikur disa skuadra tjera po ta fjalën këtë kuptim si befasi, por siç duket Ismet Munishi ka gjetë atë recetën të ajo skuadër. Edhe natyrisht unë e përcjella në ndeshjen e fundit kundër Llapit e cila padyshim pati lojë. Avantazhi domon arriti që të fitoj 3-1 dhe sinqerisht ndoshta është një prej skuadrave që po zhvillon futbollin më të mirë, më të shpejt, dinamik, domon që nuk dorëzohet për asnjë moment, por nga minuta e parë deri në fishkëllimin e fundit të referit është skuadra që lufton dhe vrapën mas shumë të në fush. Trener, po du ndalim pak të drita. Një deklaratë është mëse fundi pak konferencë për media parandishës së nesërme. Treneri Zakria Ramadani po thotë që skuadrat e tjera që po luajnë ndaj tyre po motivohen. Trener e di që ke qenë edhe vetë trener, edhe si e shek këto deklarata. Unë edhe më herët si shtuve një farë deklarate shumë e zbet nga ajo se normal se cili lufton për poshtër sukses. Një deklarat jo e duhur, e pa motën, për mendimin të, pavarësisht që drita ka qenë kampione dhe është ende dëmonë që lunë e Evropë, që tashmë e dim që është pjesë e grupeve, por nuk mund të arsyetuesh apo të thush se skuadrat kur të lunë me një Ballkan, që e dim që ka qenë 3 herë kampion rresht, edhe delsh me një deklarat që për marrë shembull kushtimisht Ballkanin, që ka qenë ndeshja e fundit e dritës kundër Ballkanit, të jepesh një deklarat tillë që skuadra peza kushtimisht e Ballkanit është skuadër që motivohet kur lun kundër dritës, nuk qëndran ndoshta ai realiteti 100%, sepse gjitha skuadrat normalisht duhet mu motivu pavarësisht me çfarë kundërshtari luajnë. Edhe në futboll nëse një skuadër nuk motivohet, nuk e di ose një trener që nuk arrin me motivu skuadrën pavarësisht ndaj cilit kundërshtar luan, atëherë unë mendoj që nuk është reale me jep një deklarat tillë, e kur e dim që Zakria Ramadani domethënë është treneri i dritës dhe normalisht është kampion momental, por mbi të gjitha ndoshta ka një herë ne trenerat dëgjojmë ndonjë arsyetim apo tek për ta hequr pak shumë me presionin. Po normalisht ato janë pjesë e punës, domethënë që ka një herë ndoshta edhe me hikat presionin e futbollistave tek futbollistat, që ka shumë qëllime, domethënë edhe kjo deklaratë është në opinion se si në farforme na mund t'i dhom një kohë çfarë dojmë. Po unë besoj që aja ka dhënë atë mënyrë sa i përket vetë pjesës, sepse ka dashur në farforme me arsyetua dhe futbollistat edhe veten, dhe natyrisht me gjetat formulën që dal nga dal drita mund të mot kthjellet nga xhiro në xhiro. Trener, pse skuadra e Ballkanit në fakt nuk është që përmendet që do të jenë një prej pretendentëve, por zakonisht kur përmendet skuadra e dritës thuajnë që është pretendenti kryesor për ta fituar titullin, por Ballkani pak a shumë përmendet si një emër i cili vetëm thojë se është si numër që mund të arrijë ta fitojë titullin. Por ndryshe pa ka zënë loja e saj brenda fushës. Ndoshta është edhe një diçka që Ballkani domon ka pas edhe disa shumë ndryshime edhe sa i përket trenerave, domon pe shkurmjes e Ilirdajës, domon ndryshime në ekip, prurje ka bo shumë prurje, domon këto vit, sidomos vitin e kaluar edhe tash këtë vet, ardhja e një treneri nga Shqipëria, ndoshta nuk ka bo shumë
pompozitet e deklarata as nga pjesa e stafit, as nga pjesa e vetë klubit Ballkanit, por unë ndeshjet që i kom pas, sidomos të ndeshjet e fundit, Ballkani është një ndër skuadrat më të rrezikshme edhe një ndër skuadrat që në një farë forme është kaluar futboll taktikisht shumë mirë. Domthon po din çka don nga loja edhe natyrisht ndeshjen e nisë dhe përfundon gjithçka në mënyrë të përgatitur, domthon edhe në bazë të kundërshtarit që ka, duke analizuar edhe kundërshtarët, sidomos ndeshjen e fundit të poshtë, edhe pse drita e pat rastet e veta, por Ballkani i shfrytëzoi domthon në mënyrë më të mirë, sepse ndeshjen e kish përgatitur shumë më mirë se sa ekipa e dritës, edhe ndoshta një prej arsyeve ke ajo që fitoi Ballkani, por Ballkani do të jetë një skuadër që unë mendoj bashkë me Prishtinën e dritën, 3 skuadrat pa përjashtu edhe Dugazhinin që është një skuadër që mund t'ju bëj domethënë shumë probleme rrugës deri në fund kampionatit. Trener, skuadra e Drenicës, që e ke parë deri më tash, 11 pikë të bora, 3 fitore, 2 barazime, 1 humbje. Por natyrisht nëse e shumë bazë të pikëve që i ka... Madje i ka marrë 2 fitore në një teren tepër të vështirë, ndaj Dritës po ashtu dhe Gjilanit. Në një teren si që është Gjilanit, në kundër një Dritës si Mosafer, po ashtu dhe ndaj Gjilanit që po ndeshjen e funit, një ndeshje që e kum përcjell dhe i ka gjasu, ndoshta një ndeshje të veteranëve shumë momente caktuara që ka qenë shumë e ngadalshme, pa naj tempo, pa naj po tham pa ndërtim të lojës. Çka mund ndikoj kjo lojë deri tek kjo ardhje kësaj lojës? Po ndoshta te Drenica ka ndikuar për shkak se i kanë ndodhur që të zhvilloj 3 ndeshje apo 4 për një periudhë të shkurtë, ndërsa te Gjilani po shihet që kanë probleme kryesisht në menaxhim të lojës, edhe si duket ende nuk e kanë arritë që skuadra e Gjilanit në momente të caktuara është kaluar, nuk është kaluar si skuadër, po është kaluar më shumë individualisht, edhe disa futbollistë po shihet që ju mungon disiplina, domthon mrena për mrena lojës, ndoshta është një prej problemeve që i ka Gjilani sa i përket mënyrës së lojës që është ka e bën deri më sot. Ndërsa Drenica, kur e dim që është inkuadru domthon Super League, ka bërë shumë ndryshime në formacion, apo ka bërë shumë prurjes që për mendimin tem nuk ka qenë mendimi im është domthon nuk kanë qenë duhra dhe të shëlluar të gjitha ato që kanë ardhur, sepse ka pasur disa futbollistë vendor aty që të paktën kanë qenë edhe 3 futbollistë që është dashur të jenë pjesë e skuadrës, pa dashur a mundesh me përmend emra të cilët janë? Po më e përmend edhe emra se kam problem, ka është mendimi jam, sepse sipas teje kum punuar në atë skuadër për 15 vjet, kam punuar edhe me ata futbollistë, ka qenë Besfar Dervishit që ju ka dosht mendoj Drenicës, Ermal Veliçi, Osman Mziu, të 3 besoj që tash gjithçka varet prej trenerit që është aty edhe prej stafit trenera, por unë po mendoj nëse unë do isha kon, do të kishin me qenë edhe ata 3 pjesë e skuadrës, pavarësisht a do të ishin titullar apo bon rezervë, sepse asnjë futbollist nuk i garantohet që në fund funit do të më qenë titullar. Do të qenë titullar. Trener, po ndalem tek një deklaratë fakt presidentit Seferi për që është pjesë e skuadrës së Drenicës. Ai gjatë intervistës së tij që ka qenë në televizionin 7 pra në emisionin favorit, ka përmendur emrat, shumë prej emrave që i ka telefonuar, nëse të ka shumë përqen pjesë e skuadrës së Drenicës për dhënë kontributin në mënyra më të ndryshme. Në fakt është lakuar pak shumë edhe emri yt në lidhje që e pret të Lushtokun të jetë pjesë e Drenicës në çfarëdo forme, sepse gjatë periudhës kur ka qenë si fëmijë, pra ka shitur
pranë lokalit të trajnerit. Ka pasur kontakte me ty trajner? Edhe sa është e vërtet ajo pak a shumë e Unë kam qenë pushime në Kroasi, domthon atje. Edhe jam këtu dikon ka e martja. E kom përcjell, jo që e kom përcjell drejt për drejt, por e kom fakt më kanë ardhur disa informata dhe linka nga miqtë e mi që gjatë atij emisioni çka është debatuar dhe çka është fol. Ty u nis nga ajo pjesa e trajnerit me problemet e tifozëve, domthonë edhe pjesa e tash kryetarit apo zavend kryetar se herë po bëhet kryetar, herë zavend, nuk e di saktë a është kryetar apo është zavend. Nuk di unë, në fakt nuk kisha dashur shumë më lshu edhe më merr me ato deklaratat as të presidentit Seferi, pas trajnerit Bilbil Sokoli, sepse me të vërtet tifozët nga njëherë e dim të gjithë që edhe mund gabojnë, por tifozët janë ata që ndoshta janë ai lejtari dëmojt apo ndoshta që luhet edhe futbolli për tifozë. Dihet që futbolli faktikisht si po thuhet, është luhet për vetë tifozët, edhe nëse flasim për shqipunjat e zeza, ata janë tifozë që me të vërtet i kanë ejt ofër klubit edhe kanë përkrahur në mënyrat edhe në vështirësitë çfarë i kanë pas, pavarësisht sepse ndrenis nëse flasim për këto 2-3 vite e ndrub dikon 15 trajner. Parafërsisht aty dikon dalin mrena 3 vite, ndoshta është klubi që nuk e di që i ka ndonë ai klubin histori që mrena një periudhë 2-3 vjeçare më ndru 3-14 ose 15 trajnerë dhe ata tifozë janë konë aty, domthonë nuk i ka pengu edhe ku ka lind, pse ka lind ai problem rreth tifozëve dhe trajnerit Bilbil Sokoli edhe asaj pankartës që ndoshta ka qenë pak sa e nxitune nga ona, unë mendoj e tifozëve me atë pankartë, por sepse kam fakt mas andej në YouTube e kum përcjell domosdoshmë deklarimet edhe të Bilbil Sokolit, po edhe të presidentit, se si janë shprej edhe me një deklaratë që ka dalë klubi që me të vërtet ka njëherë deklaratat e disa klube janë shumë ngotshme, sidomos ndaj tifozëve duhet me pas kujdes, sepse tifozët janë gjithçka për klubin, edhe natyrisht ata nuk përfitojnë kurrë, por normalisht e përkrahin edhe dojnë klubin. Edhe në këtë rast shqipunat e zeza nuk besoj që kanë ndaj fare interesi personal për me përkrasu pse ata e dojnë, edhe përkrojnë jo vetëm klubin e futbollit, po edhe të futsallit, edhe të volejbollit që janë klube sportive në Skenderaj, dhe natyrisht unë i përgëzoj dhe për vullnetin edhe për punën që bojnë përkrajet klube. Nëse flasëm për atë pankart, edhe nga një eks e kthejmë në kryes sikur siç janë deklaru trajneri Bilbil. Se ke por trajneri këtë banerë? Po natyrisht unë e thash, nga pikpamja ime nuk ka qenë e duhur edhe mirë domthonjë nga pjesa e tifozëve. Tifozëve po. Por nuk mundesh ti në baner kur bëhet me një eks, sepse ne e dim çka do të thotë X, domthonjë i pa dëshiruar shumë ose në forma tjera. Nuk mundum nga X-i me kthy në kryes, sepse kryesi është diçka tjetër, edhe X-i është diçka tjetër. Nuk po du me hi shumë në temë, sepse janë laku shumë situata, unë ju garantoj që sa i përket asaj pjesa e njerëzve që ka qenë ish futbollista dhe veteran të futbollit nuk kanë të bëj kurrë me këtë pjesë. Unë ju garantoj ne me të gjithëve, edhe timin, edhe të trajnerë të tjerë që nuk ka të bëj kurrë me atë pjesë, edhe jo vetëm për këtë situatë, po asnjëherë nuk kemi ndërhy, edhe pse nuk kemi qenë pjesë e klubit. Ne fakt jemi anku, unë publikisht sa që kom fol edhe kom pas kritika ndaj individëve në klub, por asnjëherë
kundër klubit futbollistik Drenica, sepse në fundit ma shumë se na nuk besoj që ka huti kush për atë klub. Kështu që kjo pjesa e presidentit edhe e trenerit e di që fakt Bilbil Sokoli ban këso skena është qëllimshme për fitimet veta personale, për me shfrytzu situatat ndryshme, sepse është i njoftun për këso situata. Trener, po thotë që kjo pak a shumë është çështje politike, meqense se i takon një. Po ndoshta mund të jetë, por unë nuk e di sepse nuk kam qenë në fakt për gati një javë në qytet. Edhe në fakt as nuk kom pas as një kontakt me dikan me diskutu rreth kësaj çështje. Kështu që nuk më me dha diçka më shumë apo më me në fakt me drejtu gishtin ka politika apo nga pjesa tjetër e dikujt tjetër. Unë mendoj që ajo është problemi i brendshëm në vetë klubin e Drenisës, nga njerëz që janë aty edhe funksionojnë. Trener, po du mund dalë, sepse nuk arrita të marrë një përgjigje. Ke pasur kontakt nga presidentin Faton Seferi? Prej momentit që në fakt ka orë në klub, asnjëherë nuk kom pas kontakt. Unë kom pas kontakt edhe pa orë në klub, edhe ditën që në ceremonin për shui të famshme që e kanë bon stadion atë gjojat në nënshkrimin për privatizimin e klubit. Për privatizim, është privatizu klubi, apo? Në fakt nuk është i privatizum klubi, sepse dim gjithë, sepse klubi nuk mund privatizohet mrena natës, sepse ka kritere, ka regla, edhe ato duhet mu bau për mu privatizu. Po, me shku në bazë ligjit, gjithë shka po. Nuk po thamë që një të ardhme të shkurt, apo një të ardhme të afert, mundet me ndodhë privatizimi i plot. Sepse për me të ndodhë privatizimi, unë mendoj që do të më mojt një kuvend, do të më mojt një asamblej komunale, edhe janë do regla tjera, tash njëren formen, qysh ka me funksionu klubi, po në bitë gjitha ato janë pjesë tjera, që ndoshta nuk duhet shumë më merë unë si trener, por kjo është ma shumë çështje politike, po. Ku kesh aty të aja pjesa am ka thirë, unë jem taku me vllatina rasisht, ditën e ceremonisë, do me një vllau matri që është në Gjermani, edhe në fakt ka qenë dikun një orë ose dy, ka qenë dikun një orë para se me filluar ceremonia që është mbajt në stadion për privatizim. Po kthejmë gjithmonë të aja që është proklamu. Dhe kemi diskutu situata dhe gjonat ndryshme dhe ma rreth klubit, jo rreth individve situata tjera, edhe ne ka bo pyetjen direkt, isha unë edhe Besim Bajraktari me to, ish futbollisti besoj, është i njoftun Besim Bajraktari për opinionin. Ish futbollisti po. Sepse aja ka në fakt një farfur me ma shumë, ka një shoqëri me vllati që është në Gjermani, edhe na boni një pyetje, ajo ka ftu dikush për ceremonia të që mbohet, edhe pithujmë na put, na kaftu, po që para një ore na ka orë mesazhi për qenë praneshëm, me një mesazh nga një sekretari i klubit Mosliv, për momentin nuk po më kujtohet atë. Edhe në rast ty bisedu i thamë që nuk do të vim, për shkak që kjo është një farë njëre fymje për neve edhe në nëshmim. Sepse ordhën ditën e fundit edhe një orë para se më mbajt. Po një orë dy, saksisht ashtë na nuk mundë me ditë saktë, po ka që jenë ashtu, do mund dikon... Me këthi pak trener humor dhe aeroplanin ma të shpejt me pas, problem është ma rritë. Po, me konë dikon Prishtina, në Gjilan, edhe mos me mujt me në zonë. Unë kom pas rast me po njerëzve ftesa, një javë ditë për parat, njerëzve që s'kan të bojnë me klubin, s'kan pos, ndoshta ka këshyrë ndeshjen 2 herë ose 3 herë krejt Drenicën këto 3-4 vite, nuk i kanë ftu, domon, ish veteran të futbollit, ish futbollistat, ish trenerat, shumicën, apo mos tham 90%, ndoshta i kanë ftu 3-4 ose 5 që
janë ofër ty ose janë në vime ta në atë kuptimin, dhe natyrisht edhe aja nuk ka qenë një formë që unë nuk jem pajtu dhe ndoshta edhe të ma këshin bo ftesën një dit ose 2 për para, derisa nuk jem ftu shumë kolegë mi, nuk kisha shku. Për hirë, të korekcisë dhe sinceritetit ndaj kolegëve të mi që nuk jem ftu. Trener, edhe një pyetje krejtësisht në lidhje me Superligën. Llapi i trenerit Albert Atina krejtësisht në pozitën e fundit. Lojt mirë nga njëherë po luan, po shfaq lojnë brenda fushës, po vret ajo, sepse nuk mund të mohohet nga askush, por që rezultatet nga treneri s'po binde. Si e shet Llapi deri në fund? Është shqetësuese, duhet me pranu realitetin, sepse Llapi ka të gjitha kushtet dhe mundësitë, duke nisë nga infrastruktura, nga kushtet financiare, fundi i futbollistëve domon është mendoj që koni një ekip të jashtëzakonshme dhe është Albert Atina është aty që nxjerr ambientin edhe dim që është gjithçka që bën domon në klub, ndoshta është një farë faktori që çka do që ndodh është ai kryesori domon që bëhet në klub, pse problem ka pas edhe vitin e kaluar, dim gjithë, kam domon bazë të barazhit ka pështu domon pa nga liga, nga liga. Unë i kom përcjell disa ndeshje ku është problemi, nga njëherë ne të gjithë e dim që jetojmë Kosovë dhe shumë herë i kom da situatat që mos të bëhen personale, sepse ka njëherë po kesh kuptuar edhe deklaratat pavarësisht mijat apo dikuj tjetër në për studia, pa dosht me pas naj qëllim direkt apo me ataku dikan, por gjithmonë interesën të mirë të futbollit, sepse të gjithë dojmë edhe mendojmë që me zhvillu edhe me isë futbolli ma përpara. Por si që duket, te Llapi ka probleme të rezultateve, nuk ka probleme shumë të lojës, nuk ka probleme financiare, nuk ka probleme të infrastrukturës, nuk ka probleme që s'ka skuadër, që unë mendoj është ndoshta një prej 3-4 skuadra ma të mira. Duke kështu në nivelin elitar individual, po. Nëse flasim për futbollist cilësor, por unë mendoj që Batatina është mirë me stafin e vetë edhe me pjesën tjetër të kryesisë me analizu pak ma gjansisht, edhe sepse kampionati nga ndeshje ike dhe nëse një lap domon nuk arrin këndelët edhe tjetë pjesën e poshtë me tabelës, unë mendoj që është problem edhe është gabim nga vetë pjesa e klubit Llapit. Trener, je pas skuadër aktualisht, ke pasur oferta edhe çka do të bëhet me Tahirin gjatë këtij sezoni apo edhe qofse edhe nga afati kalimtar, sepse po shohim po ka shpesh edhe ndryshime. Realisht kum pas oferta jo nga Superliga për momentin, po flasim konkret. Kum pas oferta nga disa skuadra të ligës së parë, por nga njerë edhe ofertat janë gjysmake apo sepse klubet tona funksionojnë ende një farë mënyrët në atë kohën, apo ka orë një situatë që po funksionojnë me shumë ndërhyrje apo me shumë mësitni, sikur ta marrë një farë shembull në atë kohën e shkune njerëzit që janë martu me mësitni pa njoft nusët apo nusja pa njoft burrin. Kështu që një farë forme sot po ndikon edhe politika, po ndikojnë edhe njerëz që në fakt kanë afërsi me shumë persona që ju udhëheqin disa skuadra që për mendimin tim kanë shumë gabime, edhe kanë shumë dobësi, sidomos do skuadra kur flasim sepse është për keqardhje,
kur flasëm për disa skuadras që mendoj që kanë venin edhe kanë pas venin që disa vite në Superligë. Vllaznimi, Liria, Trepça, Besa janë skuadrat që i kanë dhënë shumë futbollit edhe Superligës të Kosovës, por natyrisht për shkak këtyne situatave dhe për shkak këtyne mangësive dhe dobësive që i kanë mrena për mrena të pjesa e kryesisë, domethënë ndoshta edhe sepse disa skuadra po ndikon edhe politika, edhe po flasë sinqerisht, shumë skuadra edhe politika, pishon edhe trenerat po bëhen për disa skuadra që kjo për mendimin tim nuk është një dukuri e mirë edhe dorë zotit që sa ma shpejt këto dukuri të largohen edhe të kthehen në profesionalizmit, sepse klubet duhet me ditë si më organizu kur investojnë, domethënë edhe natyrisht kur ti një skuadër ki një objektiv të qartë, domethënë edhe merr trener kushtimisht për flas, pa dosht me nënçmu se asnjëherë nuk du me nënçmu as trenerin e ligës 2, as 3, as parë, as Superligës, se të gjithë domethënë e kanë metodën e tyre të punës, se të gjithë janë trenera në varet, ashtë ka trener të suksesshëm edhe jo suksesshëm. Por një skuadër që mendon të inkuadrohet Superligë, atëherë aja skuadër duhet mendoj për një trener edhe të bazohet në CV-n e tij edhe në sukseset edhe në prevojën se si ka punu edhe a mundet me arrit edhe a përshtatet me skuadrën që e ka për me arrit objektivin në inkuadrimin Superligë, por këty të na po ndodhe kundër të ta, por unë shpresoj që ata në fundit kanë vënë zgjedhjet më të mira. Trener, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Faleminderit, respekt, ju prifte mora.